Të dashur qytetarë, të nderuar gazetarë, dje kuvendi, siç e pam, nuk arriti të zgjedhë qeveri të re, përkundër tentimeve të disa hershme shtërruese dhe gatishmërisë të hapur të sinqertë, përpjekjet për ndërtimin e një shumice qeverisë nuk e dhanë rezultatin të cilin e synuam. Asnjëra nga partitë parlamentare të cilave u kemi bërë ftesë nuk ka pranuar të bëjë një marrëveshje për bashkëqeverisje, megjithse vota e qytetarit kësaj radhe kishte përcaktuar që duhej të kishte një koalicion qeveris. I bëm ftesë 2 herë LDK-s dhe kemi qenë në kontakt vazhdueshëm me Nismën. LDK refuzon kategorikisht një qeveri të udhëhequr nga unë, kurse Nisma përfundimisht nuk deshi të jetë në një qeveri që e drejtoj unë. Po të rezononin ndryshe këto dy parti edhe të pranonin ofertën tonë për bashkëpunim, ne jo vetëm që do t'i kishim numrat e nevojshëm për të formuar qeverinë e re nga kjo legjislaturë, zgjedhjeve parlamentare të rregullta, të lira, të ndershme të 9 shkurtit si vjet, por edhe do të mund të jepnim zgjidhje çështjes së zgjedhjes së presidentit e cila na pret pas vetëm 4 muajve. Duke e parë disponimin e elektoratit të lëvizjes vetëvendosje dhe të lidhjes demokratike të Kosovës, jam përpjekur shumë që ta shkëpus LDK-n nga PDK-ja. Në vitin 2020 ja arritëm, por vetëm për 51 ditë. E provuam përsëri me leadershipin e ri të LDK-s, por pa sukses. E vetëm një mënyrë se si LDK pranonte të bëjë pjesë e qeverisë me ne, ishte që edhe PDK-ja të jetë aty brenda. Për neve kjo është e papranueshme sepse e dëmshme. 4 vitet e këtij mandati na e kanë dëshmuar se qeveria është stabile, atëherë kur përveç numrave në kuvend, i ka edhe numrat në kutitë votimit.